Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Zyrtarisht, lëvizja vetëvendosje doli partia fituese me 42.30% të votave të fituara. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi pranoi se shpallja e rezultateve përfundimtare vonoi për shkak të zbatimit të ndryshimeve të shumta ligjore. Colin Hyland është zëvendës ndihmë sekretare e re amerikane për Ballkanin Perëndimor. Diplomatja e cila punoi në Prishtinë, sipas ekspertëve, mund të ketë ndikim pozitiv në raportet Kosovë-SBA. Kundërshtohet mundësia që çmimi i rrymës të shtrenjtohet për 15%. Në rrjetet sociale tashmë qarkullojnë thirrjet për protestë. E në Serbi mbahet protesta më masive që nga rënja Miloševićit. Tubimi paraqet pikën më kulmuese të protestave disa muajshe kundër pushtetit aktual të Vučićit. Kolona disa kilometrshe të kamionëve që presin të hyjnë në Kosovë krijohen në pikën kufitare në Merdare. Ngecja shkaktohet nga kontrollet e gjata. Po ndiqni lajmet qendrore në ATV. Me ju sonte Erona Salihu. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në ATV. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Edhe zyrtarisht fituese e këtyre zgjedhjeve është lëvizja vetëvendosje me 396.787 vota të fituara. Pas 5 javëve prej kur u mbajtën zgjedhjet parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare. Lëvizja vetëvendosje dhe zyrtarisht është fituese këtyre zgjedhjeve, duke dalë bindshëm partia e parë me 396.787 vota, apo 42.30%. Partia Demokratike e Kosovës 196.474, apo 20.95%. Lidhja Demokratike e Kosovës me 171.357 vota, apo 18.27%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma 66.256 vota. Bazuar në këto rezultate, lëvizja vetëvendosje do t'i ketë 48 ulse në kuvend, partia e dytë PDK ka 24 vende, LDK 20 dhe AAK Nisma me 8 ulse. Në mbledhjen e së shtunës të KQZ-s u përmendën edhe sfidat derisa u tha se ndryshimet në ligjin për zgjedhje shkaktuan probleme, veçanërisht në fillimin e procesit të numërimit. Kemi qenë unik në reagimin për situatët e krijuar dhe të gjithë jemi angazhuar në evitimin e problemeve. Ne jemi mirënjohës të gjitha subjekteve politike për mirëkuptimin e shprehur për situatën e krijuar. Numri i qytetarëve që dhanë votën për zgjedhjet parlamentare ishte 966.283, apo 46.54%, prej të cilave 27.433 janë të pavlefshme. Sipas procedurës, KQZ-ja duhet të presë edhe 48 orë për ndonjë ankesë eventuale para se t'i certifikojë rezultatet. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Izet Megjiti, tha se lëvizja vetëvendosje si fituese zgjedhjeve të 9 shkurtit duhet të formojë qeverinë e ardhshme, me që sipas tij ky është vullneti i qytetarëve të Kosovës. Megjiti, kryetari i lëvizjes demokratike, pjesë e koalicionit Vlen, pranon se ka mbështetur dhe ndihmuar vetëvendosjen për zgjedhjet njëjtë siç bëri kryeministri Albin Kurti, duke mbështetur koalicionin Vlen në fushatën e vitit 2024. Uroj që sa më shpejt të formohet qeveria e re, është në interes edhe të shtetit të Kosovës, edhe të institucioneve dhe të proceseve, po është me rëndësi edhe për thellimin e bashkëpunimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Uroj që t'jetë qeveri stabile, që qeveri e cila do mund të ballafaqohet me sfidat, me proceset që e presin, dhe në këtë drejtim pra nuk kam dilemë që vetëvendosja do i prikë si procesi. 6 vjet pas përfundimit të misionit diplomatik në Kosovë në cilësinë e zëvendës ambasadores amerikane, Colin Hyland rikthehet në rol që e angazhon sërish me çështjet e Ballkanit Perëndimor. Ajo nga sot zëvendëson Aleksandr Kasanov në Departamentin e Shtetit. Mayor Tahiri,
faculty, staff, students. Në shkurt të vitit 2018, Colin Highland pati vizituar komunën e Vushtrrisë në cilësinë e zëvendës ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pasi përfundoi misionin në Kosovë, vazhdoi angazhime tjera larg Ballkanit. Por pas 7 vjetësh, Highland mori pozitin e cila angazhon sërish indirekt me Kosovën, duke zëvendësuar Aleksandr Kasanovin, zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për Ballkanin Perëndimor. Ajo ka qenë e angazhuar dhe është e njoftuar fare mirë me problematikat dhe me zhvillimet politike në vend, prandaj po besoj që përvoja e saj diplomatike do të rezultojë pozitivisht për Republikën e Kosovës. Paraardhësi i Highland vlerësohet se ka pasur rezultate pozitive në punën e tij, por nga Highland pritet më shumë. Ka qenë i angazhuar dhe i përkushtuar në punën e tij për ruajtjen e stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe njëkohësisht për ruajtjen e miqësisë së mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në raste të caktuara, ai njëkohësisht ka bërë thirrje që bashkëpunimi ekonomik të jetë një udhërrëfyes ose një hapës i rrugës për bashkëpunime politike të vendeve të rajonit, me që rast do të rezultonin edhe me marrëdhënie të mira mes tyre. Pikërisht për shkak që ka punuar për 3 vjet në Kosovë, Highland raportohet se flet rrjedhshëm gjuhën shqipe. Vizita e parë e emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, shihet më shumë si informuese. Megjithatë, konsiderohet se Sorensen mund të diskutojë me përfaqësuesit institucional dhe politik për hapat përpara që do të ndiqen në këtë proces, sikurse zbatimin e marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksit të Ohrit të arritur në vitin 2023. Sorensen do të qëndrojë në Kosovë nga 17 deri më 19 mars dhe është vizita e tij e parë që kur ka marrë detyrën nga Miroslav Lajçak. Vështirë që bëhet ndonjë hap konkret pa formimin e qeverisë së re. Gjithashtu duhet ta kemi parasysh që është vështirë që të ndërmirën hapa duke pasur parasysh situatën në Serbi dhe nuk mund të pritet për shembull ndonjë takim i nivelit të lartë apo diçka e tillë në këtë kohë. Zyra e rregullatorit për energji elektrike njoftoi të premten se ka propozuar shtrenjtimin e çmimit të rrymës për rreth 15% që nga muaji i ardhshëm. Megjithatë, propozimi po kundërshtohet nga se vlerësohet se rritja e çmimit të rrymës edhe viteve të shkuara ka ndikuar negativisht. Nga muaji i ardhshëm, qytetarët ka mundësi se do të paguajnë për rreth 15% më shtrenjtë për tarifat e energjisë elektrike. Këtë ngritje të çmimit e ka propozuar Zyra e rregullatorit për energji elektrike, e cila erdhi pas kërkesës së kompanive të sektorit të energjisë. Në këtë kuadër, zërojefton ndërmarrjet e rregulluara, konsumatorët dhe të gjitha palët e tjera të interesuara që të shqyrtojnë të dhënat dhe pikpamjet e përfshira në raportin konsultativ dhe të paraqesin komentet dhe sugjerimet e tyre deri më datën 28 mars 2025. Të arsyeshme, shtrejtimin e çmimit të rrymës nuk e vlerëson ishte antari i bordit të Kekut Izet Ibrahimi. Do tarifa, përveç që ka rrit konsumin e shportës konsumatorë, përveç që ka rrit tarif faturën e energjisë për ta shërbysit që të quhen shërbys universal, në njëjtën kohë e ka rrit edhe konsumin e energjisë. Në rast se përqindja aprovohet, ekonomistët thonë se do të jetë goditje për qytetarët e veçanti bizneset. Deklaratat kinse në Kosovë është energjia elektrike më e lirë nuk qëndrojnë nga fakti që do të analizojnë shumë parametra të tjerë ekonomik, sa është paga mesatare, sa është GDP-ja, sa janë të hyrat nga investimet të ndryshme dhe në këtë drejtim definitivisht Kosova e paguan një çmim mjaft të lartë. Tarifat e reja të rrymës u kundërshtuan edhe nga dhoma e tregtisë dhe industrisë, e cila kërkoi ndërhyrjen e qeverisë me arsyetimin se rritja e çmimit të rrymës ka ndikuar vetëm negativisht. ZRE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e përveçshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallën çdo 1 prill dhe vlejnë deri më 31 mars të vitit pasues. Vitin e kaluar, ZRE-ja e uli çmimin për konsumatorët komercial dhe industrial për 3%, por një vit më herët, më 2023,
Tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami ka kritikuar qeverinë në raport me shtrenjtimin e paralajmëruar të çmimit për rrymë. Bajrami këtë çështje po e sheh si barr ndaj qytetarëve. Për më tepër, deputetja e LDK-s ka paralajmëruar edhe rritje të çmimeve të produkteve nga bizneset. Ndërkaq Blerta Deliu nga Partia Demokratike e Kosovës tha se propozimi për rritjen e çmimit të rrymës është i papranueshëm dhe i dëmshëm për qytetarët dhe bizneset. Ajo ka theksuar se në rast se ky propozim kalon, rritja totale e çmimit të energjisë elektrike do të arrijë deri në 130% vetëm gjatë 4 vjetëve të fundit. Të revoltuar me propozimin e rregullatorit për energji elektrike për rritje prej rreth 15% të çmimit të rrymës janë edhe qytetarët. Sipas tyre, rritja e çmimit të rrymës do të rëndoj edhe më shumë jetën, veçanërisht të atyre me të ardhurat të ulta dhe pensionistëve. Ndërkaq në rrjetet sociale tashmë ka filluar të shpërndahet një thirrje për protest kundër rritjes së çmimit të rrymës. Flasim pak për zhvillimet në Beograd, qytet në të cilin gjatë ditës erdhën dhjetra mijëra njerëz nga e gjithë Serbia në atë që u quajt protesta më masive që nga viti 2000. Kjo protest është pika kulmore e tubimeve të vazhdueshme që nga muaji nëntor, kur në Novi Sad vdiqën 15 njerëz. Edhe pse kjo lëvizje civile lëkundi pushtetin, presidenti Aleksandar Vučić kërkesën për dorëheqje nuk e plotsoi. Protest masive u mbajt në Beograd e nxitur nga tragjedia në Novi Sad ku më 1 nëntor të vitit të shkuar vdiqën 15 njerëz pas rrëzimit të qatisë në stacionin Hekurodhor. Që nga ai muaj mijëra studentë qytetarë janë duke protestuar në kërkim të përgjegjësisë politike e penale për tragjedinë, luftën kundër korrupsionit dhe shoqërinë të cilën institucionet do punonin të lira nga presioni. Dhe pavarësisht forcave të shumta të rendit, mijëra u mblodhën në qendër të Beogradit në atë që cilësohet të jetë protesta më e madhe nga 5 nëntori i vitit 2000, kur u rrëzua pushteti Slobodan Milošević. Protesta e quajtur 15 për 15 filloi me 15 minuta heshtje për secilin person që vdiq në Novi Sad. Ky akt përsëritet çdo ditë në Serbi në orën 11:52 minuta, kohën kur ndodhi tragjedia në Novi Sad. E në prag të protestës u deklarua dhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se është i bindur se do ruhen paqja dhe stabiliteti. Jam i bindur që sot do ta përballojmë gjithë presionin, sulmet dhe do ruajmë paqen dhe stabilitetin. Dhe më pas do fitojmë në të ardhmen, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Protesta pati edhe një grup kundërshtar që përbëhej edhe nga qytetarët serb nga Kosova. Media serbe raportuan që ata u sollën enkas me autobus në Beograd. Vazhdoj me lajme të tjera. Mbi 900 ankesa ka pranuar Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Tregtisë. Kjo nga se qytetarët janë skeptik rreth cilësisë së produkteve që konsumojnë. Konsumatorët në Kosovë aktualisht nuk i mbron as ligji. Të njëjtin presidentja Vjosa Osmani ja ktheu për rishqyrtim Kovendit në nëntor të vitit të shkuar dhe aty mbeti. E në ditën ndërkombëtare të konsumatorit, përfaqësues të organizatave që merren me këtë çështje thonë se konsumatori vazhdon të jetë i rrezikuar nga produktet të dyshimta. Kudo në megjithatë gjejmë produkte të cilat nuk i përmbushin standardet. Domethënë, megjithatë siguria është në nivel, por cilësia është shumë variabël. AOK-ja nuk ka obligim për cilësi, cilësinë duhet ta mbikëqyrim vetë, duhet kemi vetë kujdes se çfarë problem çfarë konsumojmë. Sipas Selatin Kaçanikut, kryetari i shoqatës konsumatori, vetëm 1.5% e importit të gjitha ushqimeve kontrollohet. Shumë artikuj, disa artikuj që megjithatë shpëtojnë nga kontrolli, sepse 1% e gjysmë kontrollit, sipas modelit ose ekzemplarit të rastishëm, nuk mjafton për të thënë se edhe 98.5% janë të kontrolluara, sepse gjithmonë mund të përrydhet ndonjë. E dilema jo vetëm rreth cilësisë, por edhe çmimeve kanë qytetarët. Nuk ka kontroll, përshë prodhimet që po i nxojnë vende të tjera me lloj-lloj
trajtu me pesticide, me rastin me këto mandarinat e me anë. Ka pas edhe ngritje dhe zbritje çmimeve, po mirë. Përfundimisht mirë. Mundet me qenë ma mirë. Sipas të dhënave të Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, që nga 1 janari janë raportuar 907 ankesa. 10 kamion me mallra ngecën në pikën kufitare Merdare. Kolona me kamion arrin deri në 4 kilometra, derisa ngasësit e tyre ankohen që kontrollet po bëhen shumë ngadalë. Për shkak të kontrollave të detajuara fizike nga dogana e Kosovës, 10 kamion me mallra ngecën në anën serbe të kufirit. Të pakënaqur me situatën janë ngasësit e kamioneve, të cilët duhet të presin edhe më shumë se 2 ditë për të kaluar kufirin. Kushtet me prit kërkon janë hiç. Do të më prit 40-50 orë për me hikni ai, që 24 orë gati jam këtu në terminal. Ma keq ziku më shkumo. Që 7 vjet e punoj që të punë, që tash nga ka gërdit me ka krejt. Në 8.000 maj me ta, shoqen, shpim me qera, ziku më shumë ma keq. 4 dit e 3 net. Anë gjendja është shumë e mjerueshme, kolona gjata, janë 2 kisha, një në resht, një e prisht e hebrejve nej, preja saj kënej në 4 kilometra. Kur farkushtë s'kem, hajmë në kamion, shiton shofer tjerë, që ka marrim me veti, përgaditim ka pak kaj kafe e pim, vim atje, lëm kamionat, vim, hajmë ka herë këtu, në sëran, kushtet që në të mira heq, për shka ke me bon, për do të me jetu. Që 4 dit jem kufi që tu të prit, familjen e kom shpe, fëmin e vogël, me vazhdu që shtu dhe me lom punën krejtë, se s'muj mo pa familjen me nejt në për rrugë. E kjo pikë kufitare vazhdon të jetë vetmja e cila përdoret për importin e mallrave serbe. Qeveria kishte marrë vendim me 7 tetor të vitit të kaluar që kamionët me mallra serbe tash frikëzojnë vetëm pikën kufitare në Merdar. Importi i mallrave serbe nga vendkalime tjera ndalohet derisa të sigurohen skanerët, të cilët do t'i ndihmojnë doganës në kontrollin e mallrave. Mungesa e kodit shtetëror në Organizatën e Kombeve të Bashkuara vazhdon të paraqes problem për qasjen e shtetit në platformën PayPal. Nga Banka Qendrore e Kosovës thonë se përparimi në këtë drejtim është i kufizuar, por njohësit fajin ja lënë mu këtij institucioni. Asnjë para nuk është bërë drejt pranimit të Kosovës në platformën globale për pagesa dhe transfere të parave në internet PayPal. Njëra prej arsyeve kryesore e pamundësisë së përfshirjes së Kosovës në këtë platformë ndërkombëtare është mungesa e kodit shtetëror që duhet lëshuar nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin e Kombeve të Bashkuara. Banka Qendrore e Kosovës në një përgjigje për ATV-n tha se pavarësisht përpjekjeve, mungesa e kodit shtetëror e pengon atë të ndërmarrë veprime konkrete. Janë ndërmarrë hapa për të sensibilizuar këtë çështje, por shkaqet janë jashtë kompetencave të BÇK-s. Një ndër arsyet kryesore është edhe mungesa e kodit shtetëror ISO, që ende nuk është lëshuar për Kosovën nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim e Kombeve të Bashkuara. Por njës të procesit vlerësojnë se mungesën e kodit BÇK-ja e përdor si arsyetim për të mbuluar mungesën e veprimeve të saj. Mund të thonë që po kem pas takime, po këtu, po ne nuk kemi të pa veprime. Mos pasja e një veprimi, mos arritja e një zgjidhje, ty t'jep themi shumë elemente të dyshimeve nëse kjo po bëhet me qëllim. Kushtrim Ahmeti nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë thotë se dëmet që ju shkaktohen qytetarëve nga tarifat që detyrohen të paguajnë nëpër banka janë të mëdha. Gjitha këto shërbime që paguan janë dëm vetë biznesit, sepse përpos saj domon ti duhet me pagu tarifa të ndryshme varësisht në cilin shtet ki me dërgu, varësisht në cilin bank pastaj ki me dërgu sipas marrëveshjeve që themi bankat komerciale në Kosovë i kanë. Kosova vazhdon të mbetet edhe jashtë zonës së pagesave vetëm me euro, e njohur si SEPA, që aplikohet në Bashkimin Evropian. Gjysma e afatit për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët publik tashmë ka përfunduar. Nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit thonë se përqindja atyre që e kryen këtë obligim deri më tani nuk është e kënaqshme, derisa njohës të drejtësisë vlerësojnë se procesi duhet të përfundojë më herët.
Gjysma e fatit për deklarimin e pasurisë nga zyrtarit publik tashmë ka përfunduar. Fare pak prej tyre e kryen këtë detyrë. Vetëm 1500 zyrtar publik nga rreth 11.000 sa janë të obliguar e kanë përfunduar këtë proces. Nuk jemi të kënaqur, por ka një interesim të mirë. 1500 nuk janë pak, po prap si përqindje nuk është e mirë, kemi tashmë edhe më shumë se 2 javë për ta kryer këtë obligim. Sipas Yll Buleshkajt nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, i tërë procesi i deklarimit të pasurisë konsiderohet të jetë i lehtë. Nuk ka nevojë me të sillet asnjë formular në agjenci, nuk ka nevojë të printohet dhe të nënshkruhet gjithçka kryhet në formë elektronike, qoftë përmes telefonit, qoftë përmes kompjuterit apo laptopit. Megjithatë, njohës të fushës së drejtësisë vlerësojnë se nuk duhet pritur deri në përfundim të afatit për të kryer këtë proces. Do të ishte mirë që deklarimi të kryhet spaku deri me 25 mars për të lënë hapësirë eventualisht kontrollimeve të gabimeve të mundshme teknike që mund të rrjedhin gjatë deklarimit të pasurisë, edhe për të lënë hapësirë natyrisht edhe përmirësimeve të ndryshme të mundshme deri në përfundim të afatit. Afati për deklarimin e pasurisë mbyllet me 31 mars. Vitin e kaluar, deklarimin e pasurisë e kishin kryer të gjithë zyrtarët publik, ndonse 96 prej tyre me disa ditë vonesë. Komuna e Rahovecit, Pejës dhe Dragashit ende presin nga qeveria të kompensohen për dëmet të shkaktuara nga vërshimet gjatë viteve 2023-2024. Sipas kryetarëve, dëmet janë milionëshe dhe shumë familje janë në pritje të kësaj ndihme financiare. Qeveria arsyetohet se disa prej komunave nuk i kompletuan dokumentet. Rreth 1.200.000 euro është dëmi i shkaktuar nga vërshimet e vitit 2024 në komunën e Dragashit. Megjithatë, pavarësisht se nga vendi i ngjarjes në atë kohë kryeministri Albin Kurti u premtoi mbështetje, deri më tani sipas kryetarit të Dragashit, qeveria nuk i kompensoi dëmet. Kërkuar nga qeveria që ta futen në rend vitës çështjen e kompenzimit të dëmeve për komunën e Dragashit, mirë po edhe nga aty nuk ka marrë asnjë përgjigje. Derisa Dragashi nuk u kompensua për vitin 2024, Rahoveci ende nuk ka marrë mbështetjen nga ekzekutivi për dëmet nga vërshimet e vitit 2023. Nuk jemi kompenzuar nga qeveria e Kosovës përkundër faktit që kemi pas dëme në bujqësi në vitin 2023, e vlera e dëmeve në bujqësi dhe në ekonomi familjare është 602.659 euro në bujqësi, ndërsa në ekonomi familjare 14.355 euro. Nga asociacioni i komunave kërkojnë që qeveria sa më parë t'i shpërndaj mjetet buxhetore për komunat që pësuan dëme të mëdha. Marë parasysh që niveli qendror është treguar shumë neglizhent në këtë çështje, domethënë që nuk i ka kompenzuar dëmet me kohë, neve si asociacion kemi bërë thirrje që niveli qendror t'i lejoj komunave të kenë një buxhet që specifik, domethënë për t'i përkrahur. Mirëpo nga qeveria thonë se disa nga komunat nuk u kompenzuan pasi që nuk i dorëzuan dosjet e kompletuara konform kërkesave. Komisioni është duke i trajtuar të gjitha lëndët një nga një, me që rast janë evidentuar një mori mungesash në kompletimin e dokumentacionit. Me qëllim që të procedohen sa më shpejt, jemi në kontakt me zyrtarët komunal që të kompletohen lëndët për trajtim dhe vendosje përfundimtare në qeveri, ku qeveria pastaj bazuar në raportet e komisionit miraton buxhetin për kompensim. Komuna e Pejës nuk është kompensuar fare për dëmet, komuna e Skënderaj dhe ajo e Klinës është kompensuar pjesërisht vetëm në ekonomi familjare, por jo edhe biznes. Rreth 750 deponi ilegale të mbeturinave interte janë në gjithë Kosovën sipas të dhënave të vitit 2023. Në krye të listës janë Lipjani dhe Malisheva. Ekipi ATV-s ishte në këto komuna për ta parë nga afër gjendjen. Për këtë arsye, njohësit kërkojnë sisteme më të avancuara të mbikëqyrjes. Edhe pse është pastruar her pas here, kjo zonë e fshatit ribar të madh në Lipjan është rikthyer në deponi ilegale mbeturinash. Lipjani prin në nivel vendi me gjithsej 86 deponi të tilla në bazë të dhënave të 2023-s të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit. Statistika më të reja nuk ka.
Në gjithë Kosovën në këtë periudhë janë identifikuar 746 sosh. Për numrin e deponive ilegale në komunën e Lipjanit ne tentuam të marrim përgjigje edhe nga autoritetet lokale këtu. Mirë po nga komuna e Lipjanit nuk qenë të qasshëm. Në këto hapësira vërejën kryesisht materiale ndërtimore dhe të anvisërisë. Në verën e vitit 2023, komuna e Malishevës radhitej e dyta për nga numri i deponive të egra. Kryesisht deponit ilegale në këtë komunë përbëhen nga mbetorinat që derivojnë nga ndërtimi dhe rënimi. Ku operatori përgjellur ka eliminu edhe 112 deponi të tjera ilegale. Deponi ka edhe në zona urbane dhe në ato rurale si në fshatra Drenoc e Tërpez, madje edhe Skajlumit. Jo, s'mund të theme që vinë nga jashtë, janë kryesisht zona, do më thonë për rreth, kryesisht familjare. Si komunë, pra Asambleja Komunale, e ka nda edhe 3 lokacione të ndryshme, në fshatin Bajnë, Lapsjell dhe Kiev, ku pritet që shumë shpejt të bëhet edhe funksionalizimi të tyre. Megjithatë, më 2023 pati rreth 1500 deponi ilegale më pak se në vitin 2018. Këtë mikqyre shumë të madhe, pra mund vendosin kamera, duhet të bëhet rritja e numrit të inspektorëve. Në janar zyrtarisht ka hyrë në fuqi strategjia për menaxhimin e integruar të mbeturinave 2024-2035. 2 nën-stacione të reja të zjarfikësve ishin premtuar të realizoheshin në komunën e Prishtinës. Derisa nevojën për to e konfirmojnë edhe nga Brigada e Zjarfikësve, drejtori i emergjencave Lulzim Fushtica pohon se plani pritet të realizohet. Alo, Zjarfikësat Prishtinë? Pas kësaj telefonate, si pas procedurave në vend të ngjarjes do duhej të arrinin për 10 minuta. Po për shkak të lokacionit ku ndodhet Brigada e Zjarfikësve në Prishtinë, ndodh që në disa pjesë të kryeqytetit dhe jashtë tij, minutazhi të tejkalohet. Pra janë zona që po ndërtohen, po zhvillohen shumë, po ngarkohen atje me biznese, me qytetarë, dhe sigurisht që kur dihet edhe infrastruktura që kemi në Prishtinë që komunikacioni është tepër i dendur, ka raste për shembull që në nivel në ora 4 kemi bë 12 minuta. Kena fshatin Marestu që mundesh me bë rreth 1 orë me shku. Çështja do të zgjidhej nëse, siç u premtua, do të ndërtoheshin 2 pika të reja të zjarfikësve në Pregun e Diellit dhe Hajvali. Pritet të përshtohen 2 pika të reja. Në efikasitetin e punës së zjarfikësve, veç pikave të reja do të ndikonte edhe rritja e numrit të tyre, ndonse së fundi janë pranuar disa. Prap nuk mjafton ky numër sepse në proporcion me popullatën është numri i vogël i zjarfikësve në Kosovë. Në kryeqytet, pika kryesore e zjarfikësve ndodhet në lagjen e Mshir, kurse një pikë tjetër është në Kodrën e Trimave. Për kushtim konkret nga liderët evropian, ka kërkuar kryeministri britanik në mbrojtje të Ukrainës. Madje, Keir Starmer thot se me presion, herët ose vonë presidenti rus duhet të ulet në tavolinën e negociatave për paqe.
Shikues të nderuar, këtu përfundojmë këtë edicion qendror të lajmeve. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni portalin ton atvlive.tv. Ne ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë. Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në Instagram.